Të dhënat zyrtare të Instat për 4 mujorin e parë të vitit 2026 pasqyrojnë lëvizjet e çmimeve të konsumit, ku realiteti në treg dëshmon një tendencë rritëse të vazhdueshme që gërryen fuqinë blerëse. Analiza e shifrave provon se produktet e shportës po pësojnë një shtrenjtim ku krahasimi mes muajve nxjerr në pa presionin e lartë mbi buxhetet familjare. Vlen të theksohet se këto janë çmime mesatare të përllogaritura nga institucionet zyrtare. Në praktik, në dyqane, tregje dhe rrjetet të ndryshme shitjeje, çmimet shfaqin luhatje të konsiderueshme, duke i tejkaluar shpesh herë këto shifra zyrtare në varësi të vendodhjes apo cilësisë së produkteve. Sipas Instat, mishi i viçit, një produkt bazë, ka shënuar një rritje prej 28.2 lekësh për kilogram brenda 4 muajve, duke u ngjitur nga 1.191.3 lek në janar në 1.219.5 lek në prill. Edhe vaji i ullirit ka pësuar rritje, duke u tregtuar me 806.9 lek për litër në prill, krahasuar me 792.4 lek në janar, një diferencë prej 14.5 lekësh. Nga ana tjetër, mishi i pulës ka lëvizur nga 488.9 lek në janar në 481.4 lek në prill, duke treguar një lehtësim minimal prej 7.5 lekësh. Perimet mbeten sektori më i prekur nga luhatjet. Domatet, të cilat në janar kishin një çmim prej 176.2 lekësh për kilogram, kapën kulmin në mars me 286 lek përpara se të zbrisnin në 210.4 lek në prill. Spesat nga 216.7 lek në janar shënuan 260.3 lek në shkurt, ndërsa në prill çmimi zbriti në 224.9 lek, duke rezultuar 8.2 lek më shtrenjtë se në janar. Produktet si buka duken të stabilizuara, duke kaluar nga 137.6 lek në janar në 136.3 lek në prill, një zbritje prej vetëm 1.3 lekësh, ndërkohë që kostoja për familjet mbetet e lartë. Çmimi i vezëve ka rënë nga 26 lek për kokër në janar në 24.5 lek në prill, ndërsa djathi i bardhë ka shënuar një rritje të lehtë nga 920.6 lek në janar në 119.9 lek në prill. Mesataret e publikuara fshehin vështirësinë e vërtetë të qytetarëve, të cilët përballen me një kosto jetese që rritet shumë më shpejt se sa të ardhurat e tyre.